Posta shqiptare në bashkëpunim me Institutin e Sigurimeve Shoqërore operon në bazë të një grafiku për shpërndarjen e pensioneve. Drejtoria e filialit të Postës së Vlorë, Dorina Tahiraj, thekson se grafiku përcaktohet fillimisht në bazë të moshës dhe më pas vijon sipas kategorive të përcaktuara. Absolutisht po. Posta shqiptare në bashkëpunim me Institutin e Sigurimeve Shoqërore operon në një bazë të një grafiku që përcaktohet pikërisht nga ISSH për pagesat e pensioneve në bazë të një fashe moshe, që do të thotë që në ditët e para të muajit, në bazë të këtij grafiku duhet paguajnë ata pensionistë të cilët janë në një moshë relativisht më të lartë dhe pastaj gradualisht me vazhdimsinë e ditëve dhe pas datës 10-15 paguajnë ato që ne i quajmë pensione të reja, që janë ata pensionistët që kanë një moshë më të re, relativisht më të re. Për shkak të nevojave që pensionistët kanë tendencën që të gjitha pagesat t'i kërkojnë në javën e parë, mundësisht në javën e parë të muajit, dhe kjo është një gjë që ne na krijon një lloj fluksi në javën e parë i përqendruar kryesisht në 2 apo 3 zyra postare që operojnë në qytetin e Vlorës. Dhe unë për këtë dua t'i bëj një thirrje të gjithë qytetarëve që të respektojnë atë grafikun e pagesave në mënyrë që të evitojmë krijimin e këtyre radhëve të panevojshme, po themi. Tahira është ndalur dhe tek një nga shërbimet e reja që ofron Posta Shqiptare, ai dërgimi të pensionit në familje. Ky shërbim mund të përfitohet në çdo moment përmes një procedure të thjeshtë sipas saj, duke u ardhur në ndihmë pensionistëve dhe duke shmangur radhët në pikat e shpërndarjes së pensioneve. Dhe njëkohësisht dua të bëj edhe një apel tjetër që për të gjithë ata qytetarë të cilët nuk e kanë mundësinë fizike për të paraqitur në sportelet e Postës Shqiptare, Posta Shqiptare ofron një shërbim tjetër që është ai pensioneve në familje, i cili ofrohet nëpërmjet rrjetit të postierëve. Me një aplikim të thjeshtë në Albania, çdo pensionist që nuk e ka mundësinë fizike apo shëndetësore për të paraqitur vetë në sportele, bën aplikim në Albania dhe në harkun e një muaji pagesa transferohet si pension në familje dhe çdo muaj kjo pagesë përcillet në shtëpi nga ana e postierëve të Postës Shqiptare kundrejt një pagese që është 100 lekë të vjetra. Posta Shqiptare ofron një sër shërbimesh, ndërsa një prej pikave kryesore mbetet shpërndarja e pensioneve. Përmes shërbimit të pensionit në familje synohet lehtësimi i procedurave dhe krijimi i më shumë lehtësive për kategorinë e pensionistëve. Motince dhe temperaturat e larta mbeten ende një rrezik për përhapjen e zjarreve në qarkun e Vlorës, edhe pse kemi hyrë në 10 ditëshin e fundit të muajit gusht, rreziku nga zjarret mbetet ende i pranishëm. Kreu i emergjencave civile në qarkun e Vlorës, Robert Skëndaj, konfirmon se për çdo ditë merren informacione të dhëna mbi situatën meteorologjike, ndërsa edhe periudha në vijim parashikohet të mbetet me rrezikshmëri të lartë sa i përket situatave nga zjarret. Atëherë në bazë të parashikimeve që na vijnë për ditë si nga Igjeu, ashtu dhe nga shërbimi meteorologjik ushtarak, mund të themi që temperaturat ekstremikisht të larta që kaluam gjatë muajit korrik dhe 15 ditën e parë të muajit gusht, mund të themi se nuk do të jenë më në vazhdimsi ato temperatura, por jo se do të kemi freskim të temperaturave. Koha do vi gradualisht duke u rregulluar. Do të kemi edhe këtë javë deri nga e marta, ana e marta do kemi temperatura që do të arrijnë jo për qarkun ton, kuptohet, për zonat Elbasan, Berat, Tiranë, do arrijnë 35-36, ndërsa qarku jon do jetë tek temperatura 30-31. Pra, nuk jemi larguar ende sezonit kritik nga zjarret. Vazhdon gatishmëria e strukturave dhe gjitha kapaciteteve operacionale për përballimin me sukses të ndonjë situate të mundshme në territor. Gjatë ditëve të fundit zjarret kanë prekur edhe zonën e Dukatit në Vlorë, çka tregon se situata nga zjarret ende nuk ka kaluar. Për këtë arsye autoritetet bëjnë apel dhe kujdes maksimal për marrjen e gjitha masave parandaluese për shmangjen e vatrave të zjarrit, të cilat mund të sillin dëme të konsiderueshme në bimësi, shkure, por dhe problematika të tjera.
Kampusi i ri i arsimit profesional në Vlorë pritet të jetë tërësisht gati në muajin shtator të vitit 2027 me nisjen e vitit të ri shkollor. Drejtori i Shkollës Industriale Pavarësia Vlorë, Gentian Boçi, ka cilësuar këtë një nga projektet më të rëndësishme për arsimin profesional në qytet, ndërsa theksoi se bëhet fjalë për një projekt që është studiuar për rreth 5 vitesh. Godina e Konviktit tashmë ka përfunduar, ndërsa dhe godinat e tjera të kampusit pritet të përfundojnë në fillim të muajit janar të vitit të ardhshëm. Fillimi në investimin në shkollën industriale ka filluar që para 2 vjetësh dhe hapi i parë ka qenë rekonstruksioni total i Konviktit, i cili sot është në kushte moderne, me dhoma dyshe, me kondicioner, me të gjitha kushtet që duhet për një jetesë normale të një nxënësi të shkollës profesionale. Faza e dytë ishte kjo që ju po shikoni, ndërtimi i 2 godinave ku njëra është për klasa mësimore dhe pjesa tjetër do jetë për praktikat e shkollës tregtare. Punimet po ecin, besoj mirë edhe në këtë fazë që jemi me gjithë temperaturat e larta dhe vështirësitë për lëvizjen e mjeteve të rënda, po duhet të them që ky projekt është një projekt që është studiuar rreth 5 vjet, ndoshta nga rruga duket sikur janë zënë hapësirat, po këtu në përfundim të gjithë projektit, i cili do vazhdojë me rekonstruksionin e shkollës industriale, me rikonceptimin e të gjitha oborreve të shkollës dhe me rekonstruksionin e bazës prodhuese, këtu do jetë një kampus modern profesional i cili do jetë në funksion të gjithë, jo vetëm të nxënësve të shkollës, po edhe të moshave të mëdha, pasi shkollat tona pak nga pak do fillojnë të certifikojnë profesionet e marra gjatë jetës nga personat të caktuar. Në kuptimin që nëse dikush ka punuar 10 apo 20 vjet elektricist, hidraulik, IT, në mënyrë të pavarur, shkolla pas 1 ose 2 vjetësh do ketë të drejtën për të dhënë certifikate në bazë të nivelit që ata janë. Që ndoshta do të thotë që një nxënës, një qytetar i cili ka mësuar gjysmë në elektrike, do marrë certifikat niveli 2 apo 3, një që ka mësuar të gjithë do marrë niveli 4 në përputhje me nivelet e shkollës tonë. Megjithatë, sipas Boçit, kampusi i arsimit profesional pritet të hapet vetëm në muajin shtator të vitit të ardhshëm, njëkohësisht me nisjen e vitit të ri shkollor 2027-2028. Shkolla për shtatorin e ardhshëm nuk diskutohet që shkolla do jetë funksionale, po ndërtimi besoj mbaron nga muaji janar shkurt, ndërtimet mbarojnë, duke i dhënë mundësi pastaj për arredimin e të gjitha ambjenteve të brendshme me pajisje të cilat duhen për zhvillimin normal të mësimdhënies. Kampusi i arsimit profesional në Vlorë konsiderohet një investim mjaft i rëndësishëm me synimin për t'i dhënë më shumë zhvillim dhe mundësi arsimit profesional në qytetin e Vlorës, por edhe në rajon. Tregtia online ka njohur një rritje të madhe në Shqipëri në 5 vitet e fundit. Pandemia e ktheu atë në një rutinë të përditshme dhe sot veshjet, aksesoret por dhe ushqimet po blihen masivisht online. Por gjithë kjo rritje e tregtisë online po shoqërohet dhe me një informalitet të lartë. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve deklaron se në 5 vite blerjet online janë pesfishuar. Sipas administratës tatimore, në planin hartuar për formalizimin e këtij tregu, pranohet fakti se pagesa në dorëzim krijon një hapësirë të re të konsiderueshme risku. Transaksioni kryhet në rrugë digjitale, por shlyerja ndodh me para në dorë, duke lejuar fshehjen e qarkullimit dhe shmangjen e detyrimeve tatimore. Tatimorët kanë identifikuar deri më tashmë rreth 2000 subjekte në informalitet. Formalizimi sipas tyre është shumë i thjeshtë, mjafton të jetë vullneti dhe zbatohet ligji. Prej më shumë se një dekade kemi kërkuar këtë gjë vazhdimisht, sepse është një nga tregjet më informale dhe ka dëmtuar apo penguar bizneset që kanë dashur të investojnë, sepse kanë parë një treg masivisht informal. Formalizimi është shumë i thjeshtë përmes postave, duke paralajmëruar çdo subjekt që bën një transaksion financiar përmes postës, pra kur ti dërgon një pako dhe pret parat mbrapsht, deklarohet nga administrata tatimore. Ndërkohë njohës të tregut thonë se deri më sot blerësit online kanë qenë të pambrojtur. Tatimet pritet të nisin sërish aksionet e tyre për formalizimin e tregtisë online përmes ndëgjegjësimit për të vijuar më pas me njoftime dhe nxitje për verifikime dhe kontrolle në terren. Eksploroni Shqipërinë, një thesari fshehur në Ballkan. Kjo është këshilla që media prestigjioze, Forbes, i jep udhëtarëve. Vizitorët që shkelin në brigjet e saj do të gjejnë një vend që kënaq shumë interesa. Historia, kultura dhe natyra bashkohen së bashku. E po ashtu dhe kuzhina, e rrënjosur në autenticitet, do të tërheq adhuruesit e ushqimit. Për ta pasionuarit e historisë, shkruan Forbes, Shqipëria ofron vende të shumta të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, si dhe fshatra të mbështjellë me trashëgimi shekullore. Për te i Bregdetit të veçantë,
me pamje piktoreske dhe ujëra kristalore, turistët mund të gjejnë dhe shumë më tepër, si Alpet shqiptare me maja madhështore, pyje të gjera, livadhe Mahnice alpine dhe lumenj. Veçohet Valbona, e cila konsiderohet si kartolinë e Alpeve shqiptare. Forbes, e cilëson të veçantë edhe kuzhinën shqiptare, e cila në jug përqendrohet tek vaj ullirit, perimet dhe prodhimet e detit, ndërsa në veri shërbehen bulmet, bukmisri, turshi dhe gatimet e gatuara nga dal. Sipas Forbes, vizitorët mund të eksplorojnë ndër të tjera qytetet pjesë të UNESCO si Berati apo Gjirokastra, por dhe qytetin e rrethuar me muret e Elbasanit, i njohur për fortesën Kështjell të shekullit të 15, Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë, ose të shëtisin në pazarin e vjetër të Krujës, ku shitet gjithçka nga veshjet tradicionale deri tek bizhuteritë e filigranit.